Kemi kënaqësinë ta kemi këtu për herë të parë në podium. Zonja Cornelia Zokomiku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, Aldos, zotit Ali dhe gjithëve ju. Është kënaqësi për mua që jam këtu midis jush. Unë quhem Jonela Droboniku, punoj si eksperte në gjykat. Merrem me çështjet në lidhje me divorcet, fëmijët të cilët bëjnë shkelje penale, si dhe bashkëpunoj me institucione të drejtësisë dhe organizata të ndryshme humanitare. Sot, në 80 vjetorin e themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dalemi për të reflektuar mbi rrugëtimin e gjatë të njerëzimit, drejt paqes, dinjitetit dhe respektit për jetën njerëzore. OKB-ja, që nga vitin 1945, ka qenë një simbol i shpresës dhe bashkëpunimit mes kombeve, por dhe një kujtesë e përhershme se paqja dhe të drejtat e njeriut nuk janë dhuratë, ato janë detyre përbashkët e jona. Si psikologe, pra sistemit të drejtësisë, çdo ditë përballem me histori të dhimbshme, me njerëz që kanë përjetuar trauma, dhunë, padrejtësi, dhe në shumë raste me refugjat që kanë humbur gjithçka, përveç dinjitetit të tyre njerëzor. Në sytë e tyre lexon frikë, por edhe forcë. Ata nuk kërkojnë mëshirë, por kuptim. Nuk kërkojnë privilegje, por të drejtën për të jetuar me siguri, me respekt, me mundësi. Të drejtat e njeriut janë themeli i çdo shoqërie të drejtë, por shpesh ato mbeten vetëm fjalë në letra. Nëse nuk shoqërohen me ndjeshmëri, me përkujdesje dhe me politika konkrete që garantojnë mbrojtjen e tyre. Ka shumë individ të cilët kanë përjetuar trauma, humbje dhe vështirësi të përshtatjes, ndaj dhe marrin ndihmë nga organizata të ndryshme të OIF-s. Ne duhet t'i ndihmojmë që ata të rintegrohen dhe t'i mbështesim emocionalisht. Faleminderit. Tani përpara se dhe unë të shpall mbylljen e aktivitetit, do doja të bëja disa falënderime dhe unë. Atëherë, fillimisht dua të falenderoj të gjithë anëtarët iranian, të cilët unë i kam këtu përballë, si Reza Islami, Musa Damrozi, Ibrahim Murazi, Izar Rahimi, Reza Shakari. Dua të falenderoj anëtarën shqiptar, si Elisa Bilo, Kiria Bazi. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë zotin Khalil Ansarian, një njeri i shkëlqyer, shumë punëtor, një njeri që punon ditë natë për gatuar përpara të gjithë shoqatën tonë me gjatë vela. Dua të falenderoj zotin Mehdi Sulejmani, një njeri i mrekullueshëm, familjar, të gjithë nga njerëz familjar. Kam një falenderim të veçantë për Aldo Sullolari për një punë të kaloi që do të